që ka dhonë familjen, e ka dhonë motrën, vllahun, ku jam shkuar në deçan atje. Motra e Ramush Haradinit me automat ka luftuar. Jini pi, papira ki. Marrë ju kuft. A shkoj me vllaj por marketingu të themi ndonjë. Marketingu të themi pastaj. Tash vjen ai lajçofu. Mish pak, po shkojmë ne. Në dash me nëllë që unë zëjë si të ota. Ja të kanë rëjë, s'kanë rëjë neqë. Neqë që s'po ka zënë që të kanë rëjë në Shqipni? Jo, në Zhvëdin jo ma e ri, më në më rëjë, po... Ja, me kalëzun e që sonte që kanë rëjë Shqipni. Unë ja fali me një herë. Dëgjëm, nuk e në gjallë ma, ata s'njonit, po më dhe pi aty... Jo, po, kun ka të rakina kënë, po du. Jo, spira. Nuk janë gjallë të më unë ti ke vroa, që shë problem? Jo, i ka vroa zote, në mërëna 2 vite, du më dhona, s'njoni mon, prej aty në 12 vetëve, si janë gjallë. Ti pret pantallë të shkurt. Që le në veri, kë momës ma luftojnë verën nëse se... Unë e verën, po e në verën si antifashist e respektaj. Po den me për... A donë me të një deklaratë e Sali Berishës, më falë, për e në verën, e kam regjia në dalqen që ka thët ish Kryeministri i Republikës Shqipërisë, ish Presidenti i Republikës Shqipërisë, Sali Berisha, ish të ngujmë. A fet, më falë, po thëmë a priori, jo me të ndalu, ti mund është ka dush me full. A fet në Zhvëdin Sfahiu ka shenjë politike e shoqërore. A ta ngujmë? Po ky mjek, i cili i ka nejt, veç kom që halohen vërhujës. Po, a ta ngujmë, regjia? Në për shumë intervista, doktor ke deklaru që Kosova shqit nga Fadil Hoxha dhe Enver Hoxha. Nga Enver Hoxha primarisht, pastaj Fadil Hoxha pa diskutim, sepse Cadri ka një letër Enver Hoxha, po i lam luftën, po mas luftën. I drejton shokut Stalin ku i thot, shoku Stalin thot, edhe për çështje sigurie thot, ne mendojmë se Kosova duhet jetë me Jugoslavinë. Dhe ka një gjë tjetër, se ne kemi fatkeqësira në jo vetëm në memorje shërbëtita, po kemi disa probleme tona, e si shqiptarë. Edhe në vitin 82, tek titistët, a i thot, nuk veprova gabim. Ashtu nga thoshte menja ime, thot, po them se nuk kam vepru gabim. Unë mund të përmend këtu me 10 dokumenta. Fadili e vërteta është që abrogoj në një mbledhje në Prizren vendimin, ose miratoj vendimin që u morë në Beograd nga Rankoviçi për Bunjanin dhe Fadili ndolli këshillin në Prizren dhe e abrogoj. Tani, natyrisht e abrogonte se abrogonte Fadili, ajo ishte abroguar nga Shqipëria dhe Beogradi. Por Fadili dhe ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme në masakrat që u kryen në Kosovë. Sepse Kosova kishte Kosova e kishte në lëkurë, në shpirt, në zemër plagë të e pushtimit serbë dhe nuk gënjehej. Në një kohë kur brigadave tona, qytetarët e Kosovës i thrisnin vëllezër mirë se erdhë, këta u thoshin bashkim vllazërim me serbë. Ata kërkonin bashkim me Shqipëri, këta u thonin bashkonin me serbë, por këto janë të gjitha të vërteta. Dhe morën pjesë, i kanë duart me gjak gjerë në Bryla, në masakrën e Tivarit, dhe që ka ngellë se masakrën e Tivarit janë ekzekutuar sipas historianëve nga 2000 deri në 6000 shqiptarë, vështirë të gjesh ashtu, po shumë më tepër janë ekzekutuar në gjithë Kosovën, pa u nis për në Tivar, në të gjitha këto me Regjia. Nale more, heqë këtë farë rëndë. Pse? Po kjo rëndë. Pse o rëndë? Kjo sikur me heju në kirurgji. Më sporje. Ku i kam mësu këtë fakte? Me thonë mirë pa u sholle Enver Hoxha, Fadil Hoxha.
Letrën tha e ka dërgu Stalin. Ma jo bre, çfarë bre, po unë letrën, unë e kum botue. Unë e kum marrë letrën në Beograd, në fundin e Koqizudit. Çka tha Mos letrën? ju lutem. Mos ni, ta janë rënca. Ta për politike, për fotele edhe nonën e vetë e shojnë. Kjo është marrëria të shqiptarët. Nuk është e vërtet. Letra është shkrue me 2 shtator 1949 dhe është dërguar Stalinit. Ç'a thot? Enver Hoxha, ku i thët se Tito dhe Jugoslavia, Rankovići, Gjellosi, kompania, po pregaditën në visët shqiptare me jo hjek grave këtë Ferexhen. Se mu adaptua sikur që jo është ndaluar Ferexhja në Turqi edhe me krijuar kombin turq. Prej 1914 turqve në Kosovë 48-ën, 53-ën me këtë politik të tyre bëhen 54.000 turqë në Kosovë. Ka erdhën ata, pe i marë si erdhën, pe jënë krijuar me stupës, me intriga, me punë të ëltat, pista. Edhe, që ndodhe, vdis Stalini atje. Stalini ka qenë një vrasës, kuptohet. Na e dim atë punë. Por, Tito e bëri marrëveshjen gjentelmene, që ta kum Po, gjentelmene me tërsh, po. Ashtu, Tito Kyprili. Kyprilia ishte me origjinë shqiptare. Edhe e bëri atë. Mirë po sa i takon Tivorit. Masa për Tivorit. Ju lutem, Tivari ka të bëj me Milovan Gjellosin. A i ka dur me gjatë dokumentacionin. Boba i Milovan Gjellosit e ka vro Isa Boletinin. Neve ne ka thonë oficerin mjedis Beogradi dhe kemi bërë film, dokumentar me atë oficer. E ka vro gën, edhe është ardhë Limon Rëshitit, emna janë këta. Edhe une në ka thonë mjedis Beogradi, të qojtaj, e këmë vro atë burë vegan. Edhe mu e mbrejnë dërgjegja, më kanë thonë se jeni historian, je morë me kërku falje, se une e këmë vro gën, se këmë ditë kush është. Baba i Milovan Jo, ai oficeri ushtari. Ato e ka vro Baba i Milovan Gjellosit, edhe ja ka marë pushkën. Do mi të një Na, se jesë bërqë. Po? Shka bon, Milovan Gjellosi e merë familjen dhe vendoset në një katun pes atë. Po më stinë dhe të. Palazzo vendosën në Nuk e di ku. Në Drenicës. Po më stinë me katun, të me vlogje. Drenicës e të vesnja 2-3 herë kanë rru venin, edhe shqiptarët ju kanë hak marë. Po. Kur fillon tash mobilizimi, krejt për luft, krejt për